E nisëm ditën me Marion dhe me Fredi në këtë familje që është as 1 kilometër larg qendrës Tiranës. Është shembulli më i mirë i pasqyrës që qeveria socialiste ka ngrit për familjet shqiptare, një familje me 8 fëmijë, me ndihmë ekonomike të ndërprer, me vetëm një person i cili është në punë. Kjo është Shqipëria e shumicës. Shqipëria e shumicës nuk është ajo e tendrave e koncesioneve me 50 milion euro taks korrupsioni. Kjo është mënyra se si jeton pjesa më e madhe e familjeve që ka nevojë për ndihmën ekonomike, një ndihmë ekonomike që është lëmosh, që nuk është rritur në vite, që nuk përballon dot rritjen e çmimeve dhe që kanë të pamundur që të kenë një jetesë dinjitoze. Ky sistem i ngritur këto pasoja ka, varfrinë. Dhe është fatkeqësi që sot varfria është kthyer në temë të ditës. Shpresoj shumë që ky realitet i trisht të ndryshojë sa më shpejt. Ne do bëjmë të pamundurën, do punojmë çdo ditë për një dhe vetëm një arsye kryesore, familjen shqiptare, dinjitetin, punën, po mbi të gjitha jetesën me dinjitet të çdo familje, qoftë atyre që janë qendër Tiranës, qoftë atyre që janë pak kilometra larg.